në të, sigurisht në mënyrë më të qartë te personazhet që janë, te personat që janë të interesuar për atë temë të caktuar. Dhe çka ka ndodhur këtë zgjedhje është që shumica e televizioneve gjithashtu kanë pasur fokusin te live streamet në YouTube. Diçka që nuk ka ndodhur përpara, që zakonisht edhe nuk ndodh gjatë kohës normale jo. Kohës normale jo. Po thuhet se të gjithë kanë transmetimi i aktiviteteve live në Facebook. Në YouTube. Në YouTube, po, sakt. Tani, qa bëm ne se na kërkuan vetë televizionet, na thanë do na bëni të lutem një statistikë se sa mirë kemi performuar në krahasim me të televizionet e tjera, dhe ne bëm një statistikë, pavarësisht që ato statistikat vetë mund të nxjerrin nga sistemi jonë, domethënë është diçka që ato mund ta bëjnë edhe vetë, por ne thamë po e bëjmë këtë punë për ju. Po ju keni keni vëzhguar vetëm live streaming për aktivitetet politike të fushatës apo për çdo transmetim të televizionit gjatë kësaj kohe? Vetëm për atë temat e fushatës. Kjo ka qenë një debat shumë e madhe, sepse ç'a ndodhi, ne bëm atë monitorimin, nxorëm raportin, ja dërguam televizioneve dhe ato që ndjeshin mirë me raportin, i publikuan ato raporte, të cila normalisht nuk ka qenë intencioni jon, sepse ne nuk publikojmë ato informacione ose ta shifra, po televizioni vetë i kishte publikuar. Dhe nisi edhe një luftë e madhe, diskutimi po qa është përfshirë atje, cila video, duhem të shikojmë video tona, video të televizionit tjerë, cilët janë përfshirë, cilët nuk janë përfshirë. U bën nga disa televizione, për të thënë vërtetë një auditim i videove, edhe të tjerëve dhe të vetave. Kishte ca diskutime, a hyn tani të fushata një video humori në të cilën po tallet karakteri me një temë politike apo jo. Okej, këto ishin ca pika. Janë përfshirë dhe video të tilla. Janë përfshirë dhe video të tilla, po. Dhe si përfundim ka pas video të tilla. Ja, pasyri është në përgjithësi dhe një televizion i cili përcjell informacionin. Po flasim për televizionet që kanë dhe emisionet të caktuara që mund të transmetohen edhe tema. E vetmi që s'kam kërkuar asnjë informacion edhe ndryshe nga këta të televizioneve tjera. Po ka qenë sër. Duke qenë se e para të besoj dhe e dyta e kishim dhënë intervistë dhe do t'i bëj live këto kurreshi që kam unë. Tek pjesa e Top Channelit. Janë përfshirë këto video që kanë dhe humorin brenda? Te Top Channeli kemi qenë shumë të kujdesshëm edhe kemi përjashtuar absolutisht çdo gjë e cila nuk ka qenë drejt për drejt e lidhur me zgjedhjet. Madje unë mund të them që ndoshta te Top Channeli mund të kemi hequr edhe ndonjë video që mund të ketë pasur përmbajtje të fushatës, por nuk ka qenë identifikueshme nga metadatat e saj. Për shembull, një emision i caktuar, Shqipëria Live. E Shqipëria Live nuk flet 24 orë për zgjedhjet, ka dhe temat të tjera. Në rastet të tilla kur nuk kemi qenë të sigurt e kemi përjashtuar. Në te Top Channeli, sidomos sepse ka shumë programacion. Te Top Channeli gjithashtu ka pas një problem te monitorimi, sepse videot e live-et kanë qenë shumë të gjata. Dhe ato videot e gjata, që janë mbi 12 orë, fshihen nga YouTube-i, fatkeqësisht mbas 24 orësh. Po çfarë videosh live kanë ato të shkurtrat, 9-12 orë. Të më thënë, Top Channel mund kishte dalë edhe më mirë se kaq. Po çfarë live streaming po them unë ka pas topi, se unë ndjek dhe nuk më del në YouTube që është live top. Ka qenë live. Nga data 11 deri në datën 13 që kanë qenë është bërë votimi. 13 maj, këto 2 ditë. Po, ato 2 ditë. Domethënë matja është vetëm për këto 2 ditë? Për këto 2 ditë, për këto 3 ditë. Nuk është për gjithë fushatën? Jo, nuk është për gjithë fushatën. Okej. Kështu. Sepse nuk kanë qenë live gjatë gjithë fushatës. Matja është vetëm për këto 2 ditë? Po, fiks. Ndërkohë që Klani po thosë janë 3 ditë. 3 ditë. Klani po thosë se s'është më fare. Klani nuk ka pas Klani programe transmetimi maraton. Nuk ka pasur maraton, me sa di unë nuk jam parë të gjithë, por është sillet pak a shumë si OSB-ja në Tiranë ka kohë. Nuk ka pas, me të drejtë. Nuk e di, nuk e kam ndjekur për mbajtjen të secilit televizion. Jo, dy palë zgjedhje që nuk është si angazhohet, kur vjen puna nga mbyllja nga dita e votimit deri mbrapa, ndoshta e di rezultatin përpara dhe nuk shqetësohet për këtë pjesë. Rezultatin asnjë nuk e ka ditur sakt, por ne mund të nuhasim se çfarë ndodh. Rezultatin e ka ditë Rama, e ka ditë Sueli, e ka ditë Plumbi, e kanë ditë
Për të thënë të vërtetën. Po të mos fus të ke pjesë, ty të rrim këtu. Okej, në rregull. Tani, kështu që te Top Qendri mund të ketë qenë edhe më lart, themi shikueshmëria, por gjithsesi kur je në vendin e parë nuk është se bën një ndryshim të madh. Mendova që është për gjithë muajin. Nuk e dija që vetëm për 3 ditë nga dita zgjedhjeve deri rezultati. Është e vështirë ta masësh për gjithë muajin sepse gjatë gjithë muajit ka pasur televizione që janë fokusuar më shumë temës të fushatës elektorale, ka dhe pas televizione që nuk janë fokusuar shumë, se normalisht duke pasur një programacion shumë të gjerë, nuk mund ta mbushin një muaj rjesht programacionin me fushatën. Por në këto 3 ditë që kanë qenë shumë kyçe, absolutisht çdo televizion është marrë me pjesën e fushatës. Tani, te pjesa e matur, ne jemi marrë me... Kemi atë tabelë për në ekran, o a ke nis... Kjo tabel është nisur faktikisht të gjithë televizioneve, nuk e dia keni ju tani këtu në këtë emision, por personave që merren me statistikat. Ma nis mutu, a nis regjista kemi në ekran. Tani, me që kjo tabel normalisht ka dalur që më përpara nëpër media, unë normalisht që jam edhe gati ta komentoj, pavarësisht që shifrat për të matur një televizion me tjetër televizion janë normalisht konfidenciale, ato mund ta dinë për veten e tyre, po në publik janë konfidenciale, pikërisht sepse du të jepen të gjitha informacionet se si janë bërë matjet, sepse mund të japi edhe një pikpamje shumë të përgjithshme mbi performancën e televizionit. Për ta kuptuar publiku. Matja e live streamit